Shundimi së drejtës dhe respektimi i rendit juridik për aqet vlerë themelore të rendit kushtetues të vendit, që do të thotë është vlerë kryesore e organizimit të shtetit, dhe detyrimisht që avokati i popullit është i interesuar që ky parim të funksionojë në mënyrë që drejt për drejt, në mënyrë preventive të mos vjen deri te shkelja e lirive dhe drejtave të njerëzit dhe çdo qytetari, për çka ne në kuadër të kompetencave tona veprojmë në dy drejtime. Së pari në planin preventiv dhe afirmativ, duke afirmu përmes mediave, përmes takimeve, përmes konferencave, përmes takimeve të ndryshme, duke përfshi në kuadër të aktivitetit ton edhe ekspert dhe persona nga bota akademike. Dhe në planin e dytë, veprimi jonë pas parashtresave që qytetarët i parashtrojnë institucionit të avokatit popullit. Dhe kur jem këtu të them se është bërë një praktikë që 3-4 vitet e fundit institucionit ton i parashtrohen mbi 3.000 parashtresa dhe ankesa, dhe ato paraqesin pra kapsulën iniciale për fillimin e veprimit të institucionit të avokatit të popullit. Kuptohet, instrumentet tona janë ligjore dhe janë të konsiderueshme në kuptimin që çdo organ konform ligjit për avokatin e popullit është i detyruar që t'i përgjigjet parashtresës që ne ja drejtojmë. Kemi drejt që të bëjmë ndërhyrje dhe mbikëqyrje mbi punën e çdo institucioni se si ka vepruar në rastin konkret në bazë të parashtresës që na është drejtuar neve, t'i kërkojmë materialet në ekspertizë tonë dhe pas përfundimit të asaj japim rekomandimin për tejkalimin e shkeljes eventuale e cila mund të konstatohet nga ana jonë. Në qoftë se organi nuk përgjigjet pozitivisht në kuptimin e zbatimit të rekomandimit të avokatit të popullit, avokati i popullit i drejtohet institucionit më të lartë në kuadër të cilit është bërë shkelja, dhe në qoftë se edhe ai nuk ndërmerr masa, atëherë i drejtohemi qeverisë dhe në fund parlamentit si institucion para të cilit japim llogaritën të gjitha institucionet. Kuptohet për sferën që e përmenda edhe pak më parë, të autorizimet, personat me autorizime të veçanta në kuadër Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe institucionit të policisë burgjeve, kemi edhe autorizime plotësuese për të ngritë procedurë penale para prokurorisë kompetente, që do të thotë prokurorive themelore, ose të shqiptojmë edhe masa kundërvajtëse të cilat ne ja propozojmë gjykatës e gjykata i shqipton të njëjtat. Pra, këto janë kapacitetet tona, të cilat në sfera të caktuara jemi të kënaqur se si veprohet, në sfera të caktuara jo, sepse për hir të vërtetës do të them që vitin e fundit institucionet nën presion të Sekretariatit Gjeneral të Qeverisë janë më vigjilent në kuptimin e kooperimit dhe bashkëpunimit me institucionin e avokatit popullit, por nuk jemi të kënaqur në kuptimin e kualitetit të përgjigjeve që e marrim. Dhe sa për ta ilustruar këtë, që them se nga të gjitha parashtresat që na janë drejtuar, 30% e konstatimeve të shkeljeve të lirive dhe drejtave të njerëzit kanë rezultuar me korrigjim të veprimit të institucioneve të administratës shtetërore. Dhe këtë kur ta krahasoni ta zëmë raportin e Komisionit për parandalimin e korrupsionit që është vetëm 10%, mund të duket i volitshëm, por ne nuk jemi të kënaqur as me këtë, sepse besojmë që institucionet duhet të jenë më vigjilente dhe në rastet kur shkeljet janë evidente të dokumentuara nga ana jonë, detyrimisht institucionet duhet të përmbanë rekomandimet.